Fenomeni Shkodran Luis Eli ka ndarë me ndjekësit e tij një moment tepër të veçantë dhe emocional, i cili ka bërë xhiron e rrjetit dhe ka prekur zemrat e mira njerëzve. Ai ka publikuar një video teje të adhurueshme ku shfaqet me bebushen e tij të bukur, e cila ua ka shkrirë zemrën të gjithëve. Shkodrani i zemrës shfaqet duke e mbajtur të voglën e tij në krah, ndërsa i këndon me zërin e tij të mrekullueshëm, duke krijuar një atmosferë plot dashuri dhe shumë emocione. Princesha e familjes Eli, Luna Mari, e veshur me një xhaketë roz dhe me biberonin në gojë, duket të jetë e ëmbël dhe e qetë pranë të atit, ndërsa dëgjon zërin e tij të butë e të mahnitshëm që si gjithmonë të përcjell pafund emocione dhe ndjesi të papërshkrueshme. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tyre, duke u shprehur shumë pozitivisht për shkodranin e zemrës që siç duket ka pushtuar rrjetin së bashku me vogëlushen e tij të bukur. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar, me mijëra fansa që kanë shprehur admirim dhe dashuri për këtë lidhje të bukur mes babait dhe vajzës. Madje shumë nuk po ngopen se e pari fytyrën e adhurueshme të bebushes Luna Mari. Ndërsa videoja vazhdon të bëjë xhiron e rrjetit, një gjë është e sigurt: Luis Eli, përveç se një artist i talentuar dhe i suksesshëm, është edhe një baba i mrekullueshëm, i cili me çdo moment të kaluar me Luna Marin na kujton se sa shumë dashuri ka ai për të dhe se sa pikë të dobët e ka. Kushdo që e ka parë videon nuk ka mundur të mos e pëlqejë dhe të mos e komentoj këtë moment kaq të mrekullueshëm që Shkodrani i zemër ka publikuar. Madje ky moment kaq i ëmbël ka rrëmbyer vëmendjen dhe ka përcjell shumë dashur. Kjo video po bën namin në rrjet dhe në media. Fenomeni Shkodran duket se ka arritur të emocionojë pafund të gjithë ndjekësit e tij dhe çdo që e adhuron dhe e shijon çdo gjë që ai bën dhe publikon.